Skandali seksual që ka përfshirë kombëtaren meksikane ka përfunduar me përjashtimin e 8 futbollistëve për 6 muaj nga çdo aktivitet ndërkombëtar të përfaqësuesve së tyre, duke filluar nga Kupa e Amerikës që do të startojë me një korrik. Disa futbollistë kanë lejuar hyrjen në hotel të Cuitos të disa femrëve, sipas mediave meksikane ato ishin prostituta. Mësoi gjithashtu se pas largimit të tyre janë deklaruar të humbura një shumë parash dhe disa materiale elektronike. Shkelja e rregullave nga ana e futbollistëve të Meksikës erdhi pas fitores 1-0 të tyre ndaj përfaqësueses ekuadoriane. Drejtuesit e hotelit ku është grumbulluar kombëtarja meksikane kanë hedhur poshtë përgjegjësinë për këtë veprim të lojtarëve meksikan dhe për humbjen e sendeve me vlerë. Përfaqësuesi i Federatës Meksikane të Futbollit Hector González Inarritu ka deklaruar se nuk do të lejohet asnjë shkelje e rregullave. Kjo gjë ndodh vetëm një javë para fillimit të kampionatit, ka apohuar Inarritu. Vendimi i marrë nuk ishte i lehtë, por të gjithë duhet të kuptojnë se rregullat janë shumë të rëndësishme. Federata ka filluar ndërkohë procedurat për zëvendësimin e tyre me 8 lojtarë të tjerë. Kjo është hera e dytë që kombëtarja meksikane përfshihet në një skandal me sfond seksual. Shtatorin e vitit kaluar, 11 futbollistë mes të cilëve Carlos Vela i Arsenalit dhe Efrain Juarez i Glasgow Celtic u pezulluan po 6 muaj pas një feste me prostituta dhe travestit. Ndërkohë muajin e kaluar, 5 lojtarë të kombëtares shpresa të këtij shteti u përjashtuan nga Kupa Golden Cup, pasi dolën pozitiv testin antidoping.